Dua ta filloj këtë bisedë me një koncept të cilën ti e ke zhvilluar, në fakt është rrjedhë e diçka që ka ndodhur në teatrin Dodona, kur teatri Dodona ka lind si teatr i rezistencës. Dhe ju jeni gjenerate e cila ka rezistu okupimit me krijimin e një realiteti paralel. Çka fiti reziston sot teatri? Po nështë për hir të korrektesës me u kthy pak ma herët në histori, sepse ka një trajektore të lloj teatrit rezistencës që mundemi me quajt, pra te vitet e 80-ta ku klima politike ndryshon, edhe teatri fillon mu adaptu edhe me kriju një lloj gjuhe e një kod krejt tjetër teatror me komuniku me publikun shqiptar. Pra është një brez i tanë regjisorëve e krijuesve të viteve të 80-ta, të përfshi Agim Sopin, Fadil Hysajn, e plot tjerë, cilët përpiqen me rezistu, po të përdor një gjuhë krejt kodifikume. Prandaj teatri në 90-ta është gati si lloj produkt ose konsekuenci atij teatri politik që nis në vitet e 80-ta. E 90-ta besoj që ka qenë periudha kur e ka formsu që të lloj profili edhe që të interesi tem për teatrin e për temat politike. Nuk di fazë ose periudhë kështu ma inspiruese për mu edhe që ka formsu komplet identitetin tem si krijues i teatrit, sepse thjesht konstelacioni ka qenë i atill, i dim raportet e rrethana të cilat kemi jetu e kemi vepru, ka qenë veç një teatr i cili ka qenë funksional, teatri Dodona, edhe vet akti i përcjelljes një shfaqje teatrore, sepse në atë kohë kam qenë student edhe veç si shikues, është konceptuesi në lloj akti i rezistencës. Pra, po shkojmë teatr, jo vetëm me pa një shfaqje teatri, po vetë ideja e të qenurit bashkë aty në atë sallë është perceptuar si akti i rezistencës. Kështu që mas luftës gati si automatikisht vokacioni jem krijues për temat ka qenë i lidhur me këto temat politike, edhe një pjesë e mirë e dramave që janë shkruar, sidomos që ato periudhën e mas luftës deri ndoshta në vitin 2020 kanë pas këtë lloj elementi të rezistencës, po rezistenca i fenomeneve ndryshme politike, sociale, religjioze, kryesisht brenda Kosovës. Sa zvoni e kum pa që interesi tematik është hap, është zgjeru, sepse ndoshta për shkak që kam shkruar shumë drama dhe janë shterë një pjesë e mirë e temave të cilat i kam trajtu, por edhe për faktin që kam përshtypjen që shoqënia edhe politika është emancipuar dhe është shumë e hapur ndoshta me i përtype dhe me i pranu një pjesë të temave të cilat ato kohë janë trajtu ose me ignoru totalisht. Ose me ignoru, po mendoj që është ma tepër pjesë e emancipimit të përgjithshëm, sepse e marr shpesh shembull temat si për shembull ajo 55 Shades of Grey kur e kemi realizuar 2017 ose 2018, ka qenë tabu, ka qenë vërtet është pasi kontroverse me thonë. Kemi pas stres, tensione, mbesa edhe thymje, shantazh prej në rrjetet sociale, kërcënime drejt për drejta, prezencë të policisë në teatr, në shumicën e rasteve kur e kemi dhënë në Prishtinë, kërcënime një herë pa të rrjetet sociale prej atij zyrtarit të Ministrisë Drejtësisë. Pra ka qenë një situatë ndryshe, por që ajo situatë është transformu edhe është relaksu radikalisht për ndoshta 2 ose 3 vjet, sepse atë shfaqje kur e kemi dhënë mas 2 ose 3 vjete, është perceptuar si komedi, publiku ka qenë shumë ai relaksum, edhe jo të gjithë ndoshta janë dakordu ose dakordohen me materjen edhe me qasjen, por thjesht e kanë kuptuar që kritika është pjesë e këtij domeni teatror, edhe pengesa edhe përpjekja për me ndal është diçka një akt jo civilizues edhe që i dënueshëm, sepse duhet me pranu që në shumicën e rasteve edhe për me ata zhvonë, se tash garant kemi kaluar të kjo pjesa e veprimtarisë kështu përtej Kosovë, domethënë shfaqjeve, por në Hong Kong kur po diskutojsha për teatrin Kosovë dhe për raportin ton me shtetin, e përmenda si fakt, e unë besoj që është i rëndësishëm u theksu,
idenë që policia vazhdimisht ka qenë në mbrojtje të shfaqjeve teatrore. Domethënë, ne kurdo që kemi konsideru që ka një potencial për njerëz ose grupe të caktuar me provoku ose me provu me ndalë shfaqjen ose me kriju probleme, e kemi ftu policinë, domethënë për një pjesë të mirë të shfaqjeve, prej fluturimi mbi teatrin e Kosovës deri te ke fundit 6 kundër Turqisë. Policia ka edhe te Bordel Ballkan. Edhe te Bordel Ballkan, domethënë policia vazhdimisht ka qenë në mbrojtje të institucionit të teatrit, edhe në rastin e teatrit Oda, pra si teatr i pavarur, e sidomos kur shfaqjet i kemi pas në teatr kombëtar, në institucion publik, domethënë kushdo që kanë qenë grupet që e kanë kërcënu edhe politike, sepse shpesh kemi pas presion edhe prej vetë politikës. Pra policia ka qenë aty. Ta marrim një shembull, domethënë ta marrim një ilustrim për këtë. Bordel Ballkani ndoshta ka qenë shfaqja e cila ka tërheq më shumë ti nevojë për mbrojtje. Pse? Po sepse kemi pas të bëjmë me një grup të njerëzve që kanë pas një farë pushteti, domethënë pushtet real në skenën politike të Kosovës, pra shoqata e veteranëve të luftës. Edhe ata disa javë më përpara incidentit me shfaqjen Bordel Ballkan, i pam që hynë në parlament dhe bllokun mbledhjen e parlamentit, domethënë. A kishin lexuar ata shfaqjen, a kanë pa dikund? Ata jo, por ndoshta edhe kanë lexuar, besoj që e kanë lexuar, por ne kur filluam provat kishim aktorë cilët dy u tërhoqën, njëri për motive tjera, kryesisht religjioze, tjetri për motive, me thonë, patriotike. Mos pajtim me qasin edhe mos pajtim me konceptin kryesisht të regjisorit. Tjetri thjesht në fillim ishte entuziast, derisa kuptoi që në fakt nuk dihet kush është Agamemnoni, kush është Klitemnestra, në cilin tabor jemi t'i vendos ngjarjet. Ideja ishte nuk kishim na nevojë me i vendos ngjarjet, ne vendosëm dramën ashtu siç ishte, si një dramë e bazuar me një temë antike. Prandaj fillun më tepër ata veteranë u nxitën prej njerëzve për rreth. Dramën ata në realitet e kishin pas, sepse kur erdhën në teatr kombëtar, atë takimin kështu ballafaqimit kur u ballafaquan drejt për drejt me ta, ata erdhën me dramë, ata e kërkuan, thash zakonisht kur njerëzit e kërkojnë lypin drama për me për lexim, ja jap me shumë qep sepse kanë ngel shumë pak njerëz që lexojnë së drama. Thash por e di që ju s'keni ardhur me qëllim me lexu vërtet, por keni ardhur me qëllim me pengu mbajtjen e shfaqjes, prandaj ju si ja jap ata e nxorën prej çantës njëri, tha e kemi, thash po e di që e keni sepse natyrisht pse keni ardhur. Por ka qenë një incident jo fort i këndshëm. Edhe kanë kërkuar diçka me ndrru te drama? A ditë unë isha, domethënë ka qenë 2 ditë para premierës, ose një ditë nduket, edhe unë qëllova rastësisht. Këta tjertë, Agim Sopin me gjas nuk qëlloj aty në teatr. Ka qenë drejtori i përgjithshëm i teatrit. Beqa erdhi, isha në bufet dhe kanë një grup i veteranëve, dhe unë pak naivisht thash, po, hajt i takoj, se tash, me kun jam këtu edhe ju jap shpjegime. Edhe ata ishin ulnat në sallën e leximit të teatrit kombëtar, kur hyna, ata unë ngritën krejt në kom, kështu, një farë ideja e respektit, se erë drejtori, thash unë si jam drejtori, jam autori, dhe me pak. Por ke situatë tensionume, sepse ata erdhën me idenë që me kërku me ndalë shfaqja, edhe ata pak bile u befasun kur panë që dikush po reagon edhe po përpiqet mi kundërshtu, sepse ishin 10, pra s'kisha një me negocua, me diskutu çështjen e përmbajtjes e me i sqaru pikpyetjet që kishin, por kishin ardhur 10, edhe vetë prezenca ishte kërcënuese, domethënë çka kanë me lyp 10 veteranë teatr kombëtar. Pra s'kishin ardhur vizitor të rregullt. Edhe keni moment i ping-pongut, kështu i deklaratave, dhe ata pak vërtet ishin konfuzion, pra kush është ky fëmijë që po na kundërshton, sepse të fuqishëm. Edhe mandi u tensionu, thanë, okej, ne po thojmë jo, nuk do t'jepet, ti vazhdo, pra nëse qenë ke kaq shtrim, pat edhe kërcënime, pat fymi aty kështu drejt për drejta, por kjo shërbeu, menoj që ka shërby si incident, edhe ka shërby edhe fakti që ne nuk u tërhoqëm. Su tërhoqëm sepse besoj që nëse
një koncesion i asaj natyre është bo në atë fazë, edhe në atë moment. Ndaj cilit do grup. Ndaj cilit do grup, dhe më thonë, nëse dikush njihet që ka pushtet edhe konsideron që është hisedar në përmbajtjen artistike të një vepre artistike teatrore, dhe më thonë është problematike. Por a incident mandej mur vizibilitet madh, policia natyrisht reagoi të nesrit, ishte edhe interesant që atë ditë qëlloj edhe ish ministri atëherë i Malit Zi, që disa vite, 2 ose 3 vite më përpara e kish porosit këtë dramë për teatrin kombëtar të Malit Zi, kur ai kishte qenë drejtori i teatrit kombëtar, Jan Koljumović. Një burr fantastik, një dashamirës i bashkëpunimit rajonal, por ishte hera parë që ai kish porosit edhe po evente në teatrin kombëtar të Malit Zi një dramë shqipe të Kosovës. Edhe ai qëlloi në Kosovë, edhe po i pyes tash, a kemi ardhur nesër në premier, tha me qef po, tha po jam pjesë e protokollit, tha edhe më varet prej Ministrisë Kulturës, kështu a shet të arsyeshme me qenë prezent, por mandej erdhi. Edhe u bo një rrëmuje pa nevojshme e cila natyrisht besoj u zgjidh pa incident fatmirësisht, por që ka dhënë një shembull jashtëzakonisht mirë për raste tjera të cilat kanë pasu edhe ndoshta ju ka dhënë signal të mirë, mesazh të mirë këtë grupeve tjera që kanë pas asaj lloj apetite me diktu